Ish banorja Big Brother VIP shpërthen, zbulon sekretin e lajërtit të Rozanës, duan të ndajnë çmimin bashkë pasi kanë një lidhje jashtë. Ja çfarë thotë ndër të tjera. Arsida ish konkurrentja Big Brother VIP e cila u eliminua që në javën e dytë të Big Brother VIP ka shpërthyer me një deklaratë, teksa po përflitet kudo në rrjet. Ajo teksa ka qenë e ftuar shpesh për të folur për dinamikat në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duket se tani më që po afrohet finalja e madhe e 19 prillit, ka zbuluar një sekret sipas saj. Ajo ka thënë se beson me brendësinë e shpirtit se Laerti dhe Rozana janë një çift jashtë, e jo vetëm kaq pasi ato që në hyrje e kanë ndarë se kushdo që ta fitojë çmimin e madh do e ndajnë së bashku. Kjo deklaratë duket se është përndarë gjerësisht në rrjet, teksa Arsida ndër të tjera ka thënë: "Besoj me të vërtetë se ka diçka më shumë midis Laertit dhe Rozanës. Faktet janë nga më të ndryshmet. Nga gënjeshtrat e Rozanës e ka takuar vetëm 2 herë, kur në fakt janë shfaqur fakte nga më të ndryshme se dyshja njihen mirë, madje kanë marrë pjesë edhe në momente intime familjare me njëri tjetrin, e deri te pjesa e ftesës së Laertit gjithë këto vite për të rihyrë në Big Brother, dhe zgjodhi pikërisht vitin kur mikja e saj ngushtë jeton në të njëjtën pallat. Do futej brenda. Janë shumë koincidenca, por mua nuk më duket e tillë, edhe sipas disa burimeve, besoj se dyshja kanë një lidhje jashtë dhe kanë vendosur që ta përkrajnë njëri tjetrin në lojë, kushdo që ta fitojë ta ndajnë bashkë, pasi janë një çift jashtë." Ka dhënë bombën Arsida, teksa kjo kanë çuditur jo pak edhe panelistët, prej të cilëve shumica ju duket e pabesueshme gjithë kjo, teksa u deklaruan: "Nuk mund ta besoj, edhe sikur të jetë motër e vlla, nëse fiton çmimin nuk besoj se do ta ndaj kush. Aq më tepër Rozana dhe Laerti. Laerti mund të mos ketë shkuar vetëm për çmimin, mund të ketë shkuar edhe për të zbuluar veten, ashtu siç tha në rrëfimin e jetës." U deklarua në studio, teksa Arsida kundërshtoi duke thënë se Laerti që në momentin që është hyrë e ka deklaruar se është futur vetëm për çmimin e madh.